Emri i tij është B-21 Raider dhe është bombarduesi i parë strategjik i projektuar nga e para prej Shteteve të Bashkuara në më shumë se 30 vjet, i ndërtuar nga Northrop Grumman për të zvendësuar ose mbështetur B-2 Spirit. Tashmë legjenda i bëri famshëm nga misioni iranian kundër bazës Fordow. Raider shënon një epokë të re në luftën ajrore, më i lirë, më i padukshëm, më i gjithanshëm. Por mbi të gjitha premton të ndryshojë jetën e pilotëve duke filluar me rehatin dhe banueshmëri në bord. Një trashëgimi që nuk është as pak e lakmueshme, nëse merr parasysh se në bordin e B-2 Spirit, paraardhësi i Raider, pilotët përballesin me misione 40 orëshe në kushtet me kufirin e qëndrueshmërisë, midis erërave të ndetura dhe tualetave improvizuese. I prezantuar zyrtarisht në vitin 2022 dhe i destinuar të hyjë në shërbim aktiv midis viteve 2026-2027, B-21 është projektuar për të mbijetuar në hapësirën ajrore me armë miqësore në botë, duke hyrë dhe dalë nga radari armik si një fantazëm. Por kjo nuk është e gjitha, pasi sipas shethemeve të konfirmuara nga zyrtarët e USAF, do të jetë gjithashtu mi jetueshmi për ekuipazh, pas viteve të misioneve të tmeshëm në shtetër kampi dhe tualete fushore. B-21 është avioni i parë i projektuar për të përditësuar si një telefon inteligjent. Inxhinierët flasin për një bombardues digjital të aftë të marrë përditësime softwarike për misione armatime ose konfigurime të reja. Një hap i qartë përpara krahasuar me B-2, i modifikuar vazhdimisht me dorë për të mbetur konkurrues. Nëse B-2 ishte një xhevair fluturimi, por për një ferr për ekuipazhin, B-21 premton një rritje të cilësisë edhe për pilotët e tij. Pas dekadash fluturimesh 40 orëshe në vende të pakëndshme me ushqime kimike dhe kova për nevojat e tyre, Raider do të ofrojë një tualet të integruar, hapësirë të veçantë për pushim me shtretër kampingu të fiksuar ose mikrogabina. Po ashtu, kabina do të ketë kondicionim dhe presion të përparuar të ajrit më të qetë dhe më të tolerueshëm. Bombarduesi i ri po ashtu ka më pak butona, më shumë ekrane me prekje dhe automatizëm. Nuk është ende një klasë biznesi, por po i afrohet konceptit të një kabine avioni të projektuar për njerëz dhe jo vetëm për misione. Edhe pse më kompakt se paraardhësi i tij, B-21 Raider mund të ofrojë një banueshmëri më të mirë fal një menaxhimi të optimizuar të hapësirës. B-2 Spirit, megjithëse i konceptuar për fluturime ndërkontinentale mbi 40 orë, nuk ishte projektuar me një fokus të vërtet në ergonom, pasi tualeti ishte një kovë kimike e rrugulluar në mënyrë të nxituar. Pushimi bëhej në shtretër kampingu pas të diljeve dhe zhurma në kabin i ishte konstante. Me B-21 filozofia ndryshon, pasi nuk bëhet fjalë për ofrimin e më shumë hapësire, por përdorimin e saj më të mirë. Inxhinierët e kanë vendosur pilotin në qendër të projektit me një gabinë më racionale, ndërfaqe digjitale të pastra, kontroll efikase të klimës dhe sipas shethemeve, një tualetë integruar në një zonë të veçantë pushimi. Raider lindi në një epokë në të cilin lufta zhvillohet gjithashtu me qartësi mendore dhe rezistencë fizike, dhe një kabinë projektuar për të zvogëluar lodhjen dhe stresin bëhet një pjesë integrale e aktivitetit të tij operacional. B-21 nuk është thjesht një ushtrim stili, është projektuar për një botë shumë polaritete dhe me tensione të larta ku parandalimi bërthamor është përsëri qendror. Raider do të jetë në gjendje të mbajë bomba bërthamore, raketa konversiale hipersonike, arma autonome dhe me telekomand, si dhe aftësinë për të bashkëpunuar me dron dhe asete pa pilot. Pentagoni synon të ketë të paktën 100 njësi operative dhe njësitë e para janë tashmë në testim të avancuar në bazën ajrore Edwards, Kaliforni. Qëllimi është që të kemi një avion të aftë të depërtojë thellë në Kinë, Rusi, Iran pa u zbuluar.